për zgjedhjet që u zhvilluan ditën e sotme në Shqipëri, zgjedhjet e pjesëshme lokale në 5 bashki, por edhe për zgjedhjet në raundin e dytë që u zhvilluan në Kosovë ditën e sotme në 18 komuna. Në Shqipëri procesi i votimit është mbyllur në orën 18, në Kosovë në orën 19, por në Kosovë në orën 20 dolën rezultatet zyrtarisht edhe gjitha palët u ruan njëra tjetrën. Në Shqipëri pas orës 18 kur u mbyll procesi i votimit, deri në orën 20 vazhdon transporti i kutive edhe në këtë orë, pra mas orës 20, Ilirian Cilibashi tha që do të filloj procesi i numërimit, kurse rezultati nesër drek. Sipas tij, për të folur për zgjedhjen e Shqipërisë në Kosovë, kemi të ftuar avokatin Gylsen Zhdima. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Më lejo ta nismi përditësinë të fundit avokat që në Mitrovic, pasi gara më e fortë edhe gjithë vëmendja ishte përqendruar në Prishtinë dhe në Mitrovic ka një përmbysje të kandidatit Albin Kurtit, Faton Pecit, pra ministrit të tij, i cili po shkon drejt fitores përballë Arjan Tahirit nga PDK-ja. Kjo është surpriza më e madhe pasi në Prishtinë përparim Rama ka shpallur fitoren u bën 2 orë tashmë. Por rrot shikoshe deri në fund, pra deri në fletën e fundit votimit në Mitrovic. Treguesi i qartë i një qytetarie demokratike, por edhe do të thosha edhe një qytetarie shumë pjesëmarrëse në Kosovë, është treguesi i qartë se si qytetarët e Kosovës në raport me qytetarët e Shqipërisë nuk janë në nivelin e dur kur jemi në një kom. Pra, kemi të bëjmë me një disavantazh ose më mirë me ndonjë problem që ka të bëjmë me politikbërën e brendshme, apo thjesht kemi të bëjmë me natyrë tjetër të ndryshëm në kuptimin dhe perceptimin e demokracisë. Por të dyja vendet janë në zgjedhje lokale, të pjesshme edhe atje edhe këtu, por këtu tek ne kemi të bëjmë me rezultatin e zgjedhjeve, që zgjedhjet bëhen nga ora 7 e mëngjesit dhe përfundojnë në orën 6, numërimi fillon në orën 22, ndërkohë në Kosovë zgjedhjet zhvillohen nga ora 7 deri në orën 7, dhe rezultati zgjedhor mund të dali pas orës 8:30 në maksimumin në orën 10, në këto momente ora 9 mundet ose në orën 10 ose në orën 12 e din fituesin edhe sipas rezultatit zyrtar paraprak, ndërsa në Shqipëri duke prit sepse duhet të trajnohen antarët e komisionit zgjedhor. Çfarë do të thotë? Në të dyja rastet ke të bësh me njerëz të cilët numërojnë votat. Pra, nuk ka pse të vendosësh as inteligjencën artificiale, as numërimin elektronik, thjesht të duhet që njerëzit të kuptojnë që thjesht numërojnë votat dhe nuk ka se si të tjetërsojmë vota për shkak se kutia e votimit është faktori kryesor që përcakton fituesin. Nga rezultati thjesht bën pjesën paraprake ose pjesën zyrtare që ti duhet të numërosh 1+1 na bëjnë 2 dhe jo 1+1 na bëjnë 3. Pra, për ata të cilët gjejnë rrugëzidhje që ne duhet vendosim numërimin elektronik, dështuan, sepse në vendet të tjera, të cilët nuk ka numërim elektronik, rezultati del brenda afateve dhe të duhura për shkak të numërimit edhe në qendrën e votimit, por edhe në rast se ka edhe në qendrën e numërimit që është në një vend tjetër, përsëri votimi nuk duhet të presë kaq shumë gjatë numërimi i kutijeve të votimit. Ndoshta tani kemi diellën këtu sa Cilibashi, kështu që ndoshta në një proces zgjedhor asnjëherë ministri i qeverisë nuk merr pjesë për të bërë numërimin. Si motra për ta sqaruar, si motra e saj apo një nga kushuritë e largët që do përdoret për numërimin e TPL-n. Edhe njëherë ju them që edhe të jetë edhe si motra edhe jo motra o të jetë vetë ajo, përsëri ne kemi mësuar si shoqëri që nuk jemi të edukuar në aspektin e numërimit dhe në aspektin e ruajtjes së balancës dhe të asaj që ne themi të procesit demokratik.
vim nga një sistem i cili ka qenë totalitar 1944 deri në 1991, i cili pas 91 ka qenë përsëri pothuajse në të njëjta notat, e kupton? Pra, do të thotë në të njëjtën situatë që nuk kuptohet qartë se cila është demokracia dhe si pushtetet duhet të ruajnë procesin demokratik, sepse demokracia është mbi palët, por ne kemi mësuar gjithmonë të përfshijmë inteligjencën artificiale kur kryeministri shprehet, duke përfshirë meritokracinë kur kryeministri shprehet. Pra, kur kryeministri shprehet, ne duhet përfshijmë edhe institucionet dhe instancat e tjera, por ne duhet themi që ne si shoqëri duhet përfshijmë gjithmonë ato institucione të cilat vetëm ne i kemi normuar sipas kushtetutës së 1998-s. Avokat, vim tek hallat e problemet tona. Tani sot është zhvilluar zgjedhjet, po pjesëmarrja shumë e ulët avokat, sidomos në qytetin e Vlorës. Tani është edhe vlonjatët nuk më zhgënjyen. Nuk e di si ta marrim të si vot proteste, mirëqenie, indiferencë, nuk ishin alternativë, pra plus kësaj avokat, por ndoshta ka faj dhe Partia Demokratike që nuk mori pjesë, sepse tani një palë zgjedhje i bojkotoi edhe PS ishte përballë shoqërisë civile. Tani është përballë pavarurve, po në zgjedhjet e tjera PS-ja përballë kujt do të jetë, sepse PD-ja po e lë fushën lirë. 12.6 ose 8 mos gaboj pjesëmarrja. Po ç'bëri 12 tonë? Nuk kupton, me 180.000, mos gaboj 170.000 votues të regjistruar, kanë marrë pjesë 18.000 e sa pothuajse votues që kanë votuar. Shumica e tyre dërmuese duhet jenë besoj nga administrata publike, nga presioni, nga impakti, nga miq, nga miqësit, nga shoqëritë dhe shumë favore të tjera. Marrim të mirëqenë që kanë votuar 18.000 votues nga 170.000 supozoj. Dhe duke i marrë këto si një numër kaq të thjesht, pra 1 + 1 na bën 2, unë kuptoj që Vlora dha mesazh pavarësie, dha mesazh të qartë që unë nuk ndikohem as nga pushteti i Partisë Socialiste, por dhe as nga një opozitë e cila momentalisht nuk është aty ku duhet në nivelin e dur. Pra, në të njëjtën moment dha 2 mesazhe. Mesazhi i ndëshkimit ndaj Partisë Socialiste, ndëshkim ndaj Partisë Socialiste dhe keq qeverisjes së Edi Ramës, një kjo, dhe 2 dha mesazh reflektimi tek faktori opozitar, por nuk e përcakton akoma faktorin opozitar, për shkak se duhet ta shikojmë në rezultatin zgjedhor. Avokat, po kanë zhvendën sepse PD-ja ka shpallë bojkotin nesër, prap bojkotoi komisionet. Jo, nuk ka lidhje kjo, nuk ka lidhje fare kjo me bojkotimin e komisioneve. Jo, ka fjalën po lë fushën lirë. Jo, nuk ka lidhje kjo, jo. Vlora tregoi që nun jam i pavarur dhe nuk do të merrem absolutisht me asnjë loj apo një pakt që bën Edi Rama dhe Sali Berisha, ose me keq qeverisjen që bën Edi Rama në kurrizë të vlonjatëve. Sepse vlonjatët e kuptojnë shumë mirë përmbysjet, një kjo, dyta mungesa e ujit të pishëm, janë nga faktorët, lere plerat, edhe plerat, po leje pak plerat, përmbytjet dhe uji i pishëm janë faktor kryesor që bëjnë Vlorën që të jetë reaguese ndaj keq qeverisjes. Dhe pastaj vim tek pjesa e opozitës që thot nuk është gati edhe sikur të na vi opozita me kandidat të pavarur. Dhe përveç kësaj, një sekret tjetër që ne duhet ta analizojmë, po edhe partitë politike duhet ta marrin të mirëqen, rasti që zoti Berisha shpalli kandidat të pavarur dhe jo të kandidat të ardhur nga Partia Demokratike, politikisht i dashur Dylber, digjen në 2027 kandidatët të pavarur. Pse digjen? Se nuk do të dalë më kandidati pavarur në 2027, sepse sot do të shikosh rezultatin konkret, nesër maksimumi do të shikosh çfarë vota kanë marrë. Pra, në të njëjtën kohë do shkohet keq qeverisja
në të njëjtën kohë do shkohet pavarësia në kuptimin e kandidatit të pavarur që mirë opozita nuk të bind, po edhe një kandidat i pavarur edhe ai nuk të bind. Pra do të thotë që qytetarët janë mësuar që duan partitë tradicionale, Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, Partinë e Lirisë, partitë të tjera që vinë si pasojë e tranzicionit politik që ne kemi pasur, edhe kemi aktualisht. Pra në të njëjtën kohë vlonjatët të thënë qartazi që ne duam të kemi figura të reja politike në partitë politike aktuale. Jo më Sali Berishën, jo më Edi Ramën. Pra, vlonjatët thënë qartazi, jo këta të dy, po dua në rrallët tuaja na sillni figura të reja. Edhe ata t'i provojmë, po kurse si mos më sillni figura të pavarura. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që elektorati jon është një elektorat i cili është i testuar tani më që nuk don kandidaturë të pavarur. Dhe në rast se i çon kandidaturë të pavarur, rezultati i 12.8% të një. Avokat, ju po thoni që do partinë me individ të ri, po jo të pavarur. Po jo të pavarur, ky është mesazhi i qartë, jo të pavarur, dua të ri, ose më mirë, në aspektin të ri nuk flas nga të ri në moshë, në aspektin të ri të ri në pjesën politike, pra të aksionit politik protagonist, jo të aspektit të ri aty, ulëm një karrike dhe bëj pemën e radhës, më kupton? Dua që në partitë politike, Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, Partinë e Lirisë, Partinë Republikane, partitë të cilët kanë një histori, kanë një feedback, kanë një bagazh politik, dua që këto të jenë të aktivizuar me figura të reja. Ky ishte mesazhi i Vlorës. Mesazhi i Vlorës mos të merret ose mos të let në harres. Është një mesazh i cili tregon qartazi që qytetarët e Vlorës japin mesazhin e pavarësisë së tyre nga ndikimi i lidershipëve politik. Ky është mesazh shumë i qartë. Avokato, nuk kam qatë për rezultatin, se edhe ju besoj që e keni qartë si do jetë, por çfarë do ndodhë? Nuk paragjykoj sovranin, edhe duke e ditur rezultatin, nuk e paragjykoj sovranin, por duhet keni parasysh në rast se Vlora ka dalë me këtë rezultat, dhe kujdese, kemi edhe matin, pra, në mat, ndodh diçka tjetër, akoma më e favorshme për partitë politike opozitare. Dhe mati duhet mendimin tim duhet të analizohet thellë. Aty garojnë dy persona të cilët vinë nga e njëjta parti, pra nga Partia Socialiste, nga Partia e Pushtetit. Kandidon një person i pavarur, i cili ka mbështetjen e Partisë Demokratike. Mirë, në rast se kandidati pavarur fiton, do të thotë që mati ka kuptuar ose jep një mesazh jo të pavarësisë, po të varësisë së saj të mëparshëm politike në drejtimin e Partisë Demokratike ku e qenë në pushtet. Mirë, por në rast se nuk e fiton ai i ardhur si i pavarur nga PD-ja dhe fiton ai që vjen nga PS-ja, atëherë mesazhi është i qartë që brenda Partisë Socialiste ka nisur lufta e brendshme, e cila momentalisht nuk materializohet në humbje. Tu duhet kujdes, pse? Mati, mos gaboj, ka qenë kryetari i cili kandidoi për deputet dhe iku. Agron Malaj. Por qarku i Matit, duket kush e kap Matin, duket e kap Dibra, mos gaboj. Matin, Burrell Mat Dibra i kap. Po. Duhet shikojmë pak rezultatin e përgjithshëm të 2011-s, mos gaboj, të 2025-s, të 11 majit. Duhet të kujdesemi sepse në rast se në atë qark që bjen që PD-ja në 2025-ën e vetme ka fituar qarkun e Dibrës, e ka fituar mos gaboj Partia Demokratike.
E ka fituar. Në zgjedhjet e fundit e përmbysi se ishte Blendi Klosi. Po si e përmbysi? Te 11 majit, flet për parlamentarët apo lokalet? Parlamentarët. Po, e përmbysi sepse fitoi Klosi, ishte Klosi i deleguar atje, fitoi për herë të parë PS-ja pas për herë të parë. Fitoi PS-ja, fitoi Matin, fitoi. Jo, e flas në nivel qarku. Prandaj duhet bëjmë një analizë, për një sekond, duhet bëjmë një analizë në nivel qarku, duhet kuptojmë qartësi. Partia Demokratike fitoi 2 deputet apo fitoi 1 deputet? Pra ti thua që nga kjo analizë do kemi një panoramë më të plotë për të dhënë përgjigje edhe për atë që ndodhi sot. Bravo, duhet i marrim të treja bashkë faktor, pra zgjedhjet në Vlorë, zgjedhjet në Mat dhe qarku i Dibrës, që ka të bëjmë me zgjedhjet e 11 majit. Dhe këto duhet i bëjmë një analizë të thelluar që të kuptojmë qartësi që kush është mesazhi që elektorati ka dashur të përcjell në zgjedhjet e pjesshme të Matit. Pra, ajo çfarë ka ndodhur në shoqërinë shqiptare nga maj, nga 11 maj deri më sot, është futur në atë që ne themi në ndëshkimin nga përmes votës të keqçeverisjes së vendit. Dhe pastaj do të marrim në referencë të gjithë këto 3 faktorë dhe duke thënë qartazi që Partia Socialiste dhe keqçeverisja e saj po merr një goditje të ngadalt nga qytetarët. Pra, 12.8% pjesëmarrje në Vlorë godet Partinë Socialiste dhe keqçeverisjen e Partisë Socialiste nga 2013 deri më sot. Avokat, ju bën përshtypje sepse një pjesë e mediave e kanë analizuar dhe faktin që janë të moshuarit që jo vetëm votuan ndër të parët, po janë dhe të vetmit, sepse mosha mesatare është shumë e lartë dhe të rit nuk kanë marrë pjesë. Por ndoshta nuk do shumë mend dhe kalojmë kjo sepse një pjesë e tyre kanë ikur. Jo, shiko, ne nuk do të ndëshkojmë qytetarët a janë të ri në mosh apo janë të vjetër dhe pse votojnë. Kjo është gabim në aspektin e të perceptuarit në publik që për shkak se janë të vjetë do votojnë majtës, për shkak se janë të ri do votojnë. Është ideja që të rit janë të painteresuar. Jo, shiko, njëri që të merret me politik duhet t'i japësh një shpresë. Nëse ti thua krimi, droga, dhe në fund fare ti thua atit, hajde më voto mua sepse unë do luftoj krimin, ai thot më fal, kur unë nuk kam lidhje me krimin, ti pse më përfshi me krimin, e para, dhe e dyta, kur unë dua alternativë në vendin tim të futem në shtet, edhe pa qenë nevoja të kap një zyrtar partie që të më marrë mua peng, që t'i mbledh vota dhe në fund fare të shfrytëzoj dhe të më hedh në kazanën e plerave, sigurisht është që unë mua nuk më jep ti mua alternative dhe nuk më jep ti mua besim që unë të vi ty të lej punën time ose atë që merr angazhimin tim dhe të lej 2-3 minuta ose 5 minuta që të vi të votoj ty. Pra, sot qytetarët kanë treguar si me mos pjesëmarrjen e tyre, pra kanë treguar qartazi që unë nuk dua të merrem me ju që merreni orë minut me krimin, droga. Kjo është gjë rënd, ndoshta më rënd edhe se një humbje fakti që ka indiferencë dhe zhgënjim. Edhe njerë, qytetarët, në rast se ne nesër i dalim një platformë të qartë politike dhe sociale dhe i thua, unë kur të vi në pushtet dua që t'ju siguroj ju mirëqenie, duhet të siguroj meritokraci, duhet të siguroj ato parimet të cilat janë të shenjta në aspektin e llogaridhënies dhe të shërbimit politik ndaj qytetarëve, ti do të dëgjosh qytetarët thotë, "Ore, ky mirë thot, ore nuk do t'i bëj të gjitha, po të paktën çerekun mund ta bëj, ose 2-3 do ta bëj, 2-3 nga këto raste. Po ti në rast se ke nga mis deri në darkë, krimi organizuar e dirama, hajduti 1, 2, 3, 4, kjo banda X e kështu me radhë, ti nuk e krijon qytetarët frymëzim që ty të vinë të votojnë, sepse në rast se ti thua banda, krimi, kjo rrugice komando X-i, atë rrugice X-i, atë tjetri, denoncimi nuk funksionon. Jo, po nuk kemi thënë me kohë, Odilber, kur ne kemi thënë gjëra këtu me kohë, sot na kanë dalë, na kanë rezultuar lavazhjerët e spagut që sot godazë spagut. Keni 3 vite që keni thënë, kur kemi thënë ne këtu
dhe ty tek pyetje pikal kemi thënë që ore, masa shtrënguese ndaj opozitës do të vinë edhe në radhët e qeverisë, urdhro ku ke fakt konkret. Kur kemi thënë këtu që politikbërja nuk bëhet duke kërcënuar sepse qytetari thjesht nuk duhet të ndjej rrezikun, ti qytetari duhet ta ngrofësh, duhet kesh atë mundësinë të jesh personi që qytetari mos ta friksosh dhe ai mos të dihet i pasigurt me ty. Është si puna ime të shkojmë tani tek klienti im dhe t'i them u futën në burg, po, tani 300 vite në burg. Ai do jetë në panik thotë unë të mora për avokat ty, apo të më thosh sa vite da i burg. Pra e kupton kush është, nuk mund t'i thua qytetarit ose klientit që ke, por kam bërë një vrasje, ai më thotë ankimoj vendimit. E them unë, po le ankimoj vendimit thotë ka album burg dhe mbaroj puna. Pra, ti në rast se atit qytetarit ose atit klientit i thua, e meriton dëshkimin këto gjëra, ti çfarë i bën atit? I bën që ai mos ketë siguri as tek ty, as tek ai tjetri, po as tek ai tjetri që mund të vi pas 100 vitesh. Sepse thotë ai, e ka marrë fakt të kryr. Pra çfarë? Ky person e ka mbaruar situatën. Pra, ky person është i dënuar, është taksative. Pra, politikbërja çfarë është? Është ajo që ti e frymëzon njeriu, që ai mos të ketë frikë dhe kur ai do të iki, se kush është mesazhi tani? Ai i cili do t'i nga PS-ja, se ka shumë njerëz të ndershëm të PS-ja, kupton? Po, tani na jeri fusën ka lupun, po, s'ka rëndësi. Por, puna është kjo, ka njerëz të ndershëm, po ata çfarë duan? Duan ngroje, duan një person i cili kur do t'i marri, dhe jo t'i thotë, ti do shkoj, do ju fus do ju kalb në burg. Kjo nuk është arritje të një opozitari, ose të një person i cili don të vinë në pjesën nuk duhet t'i ofroj frikën. Jo, as frikën, as panikun, as pasigurin. Këto janë 3 elementet më të këqija që përcjell për shembull Sali Berisha. Po, pasigurin, frikën dhe kanosjen. Për shembull, Samur Noka në parlament. Do ju tregojmë ne juve, o vlla, më fal tani. Si do t'i tregosh ti këtyre, mirë, që ke në parlament, kur ndërkohë ti shkon bën mbledhjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe Territoriale. Më fal, do i tregosh deputetëve brenda kush je ti? Jam dakord me ty, tregoja, je garip tregoja. Por ti në parlament nuk po i thua këtyre sepse ti shkon bës si Lolo, shkon me 120 deputetë dhe voton aty. Dhe qytetari që të dëgjon dhe ka familje zotri, ke familje, ke shtëpi, ke kredi, ke qera, ke hallë më vlla, ke hallë aty. Ai qytetari që ka hallë thot më mirë janë të ky, që mund të jetë rrezikshëm, ai duhet të ketë gjitha bandët dhe me radhë, se sa shkoj tek ky i cili thot jam edhe kundër bandave, dhe në rast se ky që ka kundër bandave, ai që pas ka bandën, ky do të marrë përpara mua. Prandaj duhet që në artikulimin publik dhe politik duhet qytetarit dhe politika e ka këtë për detyrë të japësh sigurinë. E dim shumë mirë që politikanët shumicën e rasteve shumë thojnë edhe pak të shumë pak gjëra bën, po të paktën qytetarit ta di edhe aq sa ti do më bësh, më kupton? Të paktën të kem pak një impakt për mua pozitiv, jo negativ, se në rast se ti mua më thua bandat e Florës 12.8%. Investon pushteti ekzekutiv, se thot, ky thot bandat e Florës, unë ç'a bëj? Duke përdor bandat e Florës, bëj presion administratës publike. 12.8% administrata publike. Kuptove? Ai qytetari thjesht i cili don më të bëj shkëputje, nuk e bën shkëputjen, se me bandat e Vlorës. Ai tani thot ky, të rrit me mund për bandat e Vlorës për një kryetar bashkie. E kuptove dhe kush është mesazhi? Avokat, lutem, unë po ju lejoj ju ta mbyllni për sonte, sepse për zgjedhjet e pjesëme nuk kam ç'a them. Për ato të Kosovës ishin surpriza betejë e fortë në Mitrovic. Tani po presim protestat në Tiranë sepse nesër do merret vendimi nga PD-ja. Edhe bojkoti. Mbylleni ju si nuk e di si mund ta mbyllni. Unë do ta mbyll gjithmonë parashtrimet e mia duke thënë qytetarëve që sigurisht që
e vjetra kërkon gjithmonë të përmirësohet, sepse duhet të vi edhe të modernizohet dhe të përditësohet, por ajo që unë dua të them është që në një sistem demokratik, demokracia nuk dhuraohet, është një ndër asetet më të rëndësishme dhe jo vetëm të jetesës së një njeriu, por edhe të një kombi. Ne duhet si shoqëri të pranojmë faktin që vete kemi lejuar veten tonë, mos kemi sindikata, mos kemi shoqëri civile, mos kemi demokracinë e dur, mos kemi procese zgjedhore, sepse jemi bërë pakt, ose më mirë kemi bërë pjesë e një plani, mos të kemi drejtsinë e dur, dhe ta kemi drejtsinë selektive, sepse jemi bërë palë e korrupsionit, kush bën aktivin, kush bën pasivin në korrupsion. Ne kemi bërë gjithmonë dallavere si shoqëri, jo i gjithë, e kupton, jo të gjithë, e kupton se cili. Po ai që e kupton që është pjesë, e kupton vetë, reflekton. Pra, ne si shoqëri kemi pranuar në eshtjen tonë gabimet, ne si shoqëri kemi pranuar që drejtsinë e bën prokuroria dhe ajo duhet ta bëjë gjykata. Kemi bërë palë me të huajt, ndërkohë të huajt marrin 3 vite këtu, marrin lekët e tyre dhe pastaj njëri me tjetrin, me ne bashkë vritemi njëri me tjetrin. Pastaj keq kuptojmë fjalën marrëveshje në politikë dhe në gjithë këto aspekte, ju duhet kuptoni qartazi që shoqëria jonë është një shoqëri e cila po kërkon që të reflektojë. Jo vetëm në aspektin e proceseve zgjedhore, por edhe në procesin e protestave. Si shoqëri përsëri ja kemi lejuar partive politike protestën, që është e gabuar, sepse partia politike nuk duhet të bëjë protesta, partia politike çfarë bën? Manifestime të asaj çfarë është të platformës të tyre për qeverisjen e ardhshme dhe jo protestat, të cilët protestat i kërkojnë grupe të caktuar të interesit. Por duke vajtur dhe duke folur ashtu siç duhet të qytetarët, është kjo. Mesazhi i 9 nëntorit, mesazhi i arrestimeve të palishme që ka bërë Spaku, mesazhi i fitores Erion Velis në gjykatën kushtetuese, mesazhi i procedimit penal të Belinda Ballukës, mesazhi i procedimeve të shumta nga djathtas majtas se një prokurorie me thojza e pavarur, e paanshme, që ky është mashtrim publik. Pra, të gjitha këto, kjo shoqëri duhet të kishte ndëshkuar të gjithë klasën politike, përfshi edhe Edi Ramën. Dhe sot vjem në një situatë kur kjo klasë politike qëndron në këmbë për shkak të heshtjes qytetare. Mirë, dhe përveç kësaj, protestat që bën Partia Demokratike bënte edhe Partia Socialiste kur ishte në atë kohë në opozit. Pyetja lind, a ndryshoi diçka Partia Socialiste nga 2013 duke lejuar sindikatët të bënë protest dhe jo partitë politike duke bërë protest? Jo. E la pothuajse të njëjtën linjë. Pra, çfarë ndryshoi? Që kur në 2005-2013 bënte protest Partia Socialiste, nga 2013 deri në 2025 bën protest Partia Demokratike. Çfarë do të thotë? Është e njëjta pothuajse situatë. Çfarë ndryshon këtu? Ndryshon vetëm subjekti politik, po jo qytetarët, sepse janë qytetarët shqiptarë. Pra, duke marrë këtë si referencë, protestat duhet për shkak se ne kemi lejuar që këto protestat të jenë gjithmonë partijake. Se protestat gjithmonë duhet jenë politike nga sindikatat ose nga shoqëria civile, e cila imponon politikbërjen të nërmojë ligje nëpërmjet parlamentit që janë partitë politike. Prandaj, duke e faktorizuar ashtu siç duhet tek qytetarët shqiptar, që të kuptojmë bashkërisht a janë të lejueshme, a duhen protesta, patjetër duhen protestat. A e bën partitë politike? Po e bën partitë politike, sepse ne si shoqëri nuk kemi aftë të bëjmë atë që duhet bëjmë. Çfarë? Revoltën qytetare kundër partive politike që në vend të marrin rol sindikatat dhe shoqëria civile, përkundrazi shoqëria civile ngrehet në rrugë për parazinë gjinore, e kupton tani? Ndërsa ai që punon në privat si qeni nga mes deri në darkë dhe s'ka të drejtat e njeriut asgjë. Asnjëri se
as njerëz të lëviz për asgjë, as kemi shtet këtu, s'ka sindikata kështu, s'ka shoqëri civile. Bëhet parazia gjinore, po çaj do shpirti secilit që shpik në ide në gjë, direkt hotele të famshme, aktivitete, kupton? Pra e kupton në cilën situatë viktimizuese jemi në 2025-ën, kur ne në 2025-ën sot ke internet, ke çfarë të do shpirti ty, merr informacion në moment, shikon botën e jashtme. Jemi në 2025-ën dhe akoma mendojmë se jemi në 1855-ën. E kupton? Pra e gjithë kjo situatë është në disfavor në një shoqërie. Prandaj mendimi im është ky, që po në politikë duhet të ketë marrëveshje, të jenë transparente, të kenë llogaridhënie, të kenë gjithëpërfshirjen, të kenë gjithmonë atë që ne themi seriozitetin e marrëveshjes, duke përfshirë gjithmonë kuadrin demokratik dhe jo marrëveshje për interesa të caktuara. Dhe në fund fare themi po, derisa Partia Socialiste është pjesë e politikës shqiptare, derisa Partia Demokratike po, Partia e Lirisë po, partitë të tjera politike po, patjetër duhet ta bëjnë. Pra nuk duhet ta refuzojmë, por ne nuk mundet të aprovojmë që pas kësaj proteste të vinë një marrëveshje politike e cila të jetë e errët, mos të ketë llogaridhënie, mos të ketë transparencë, mos të ketë edhe atë që ne themi gjithëpërfshirjen, pra të ketë debatin e dur politik. Në rast se jemi në këto kushte, atëherë ne duhet gjithmonë të aktivizohemi si shoqëri dhe të reagojmë si shoqëri kundrejt çdo padrejtësie që mund të vijë dhe kanoset nga keqëqeverisja. Avokat, faleminderit shumë. Uroj që t'ju dëgjojnë këto mesazhe edhe siç folëm pak më parë që mos jenë më 2 vite, 3 vite me vonesë, por të kapi kohën e humbur, të falenderoj shumë. Ne me vonesë do jenë këto gjëra sepse derisa ti dalë atit mesazhi, e ma men rastin që të thash nëpërmjet Athinës zyrtare do të kaloj mesazhi për marrëdhënie. Ka pas mjaft komente në atë video që kemi bërë bashkë në atë intervistë. Ku ishte Belinda Balluku e proceduar? A ishte në Athinë? Po ç'lidhje ka kjo avokat që ishte në Athinë? Do shikosh, prit, sa asgjë s'ke parë. Se është fjalë e famshme, asgjë s'keni parë akoma. Po para se ta mbyllin, më jep 2 fjali të lutem, për të mos e lënë para se ta mbyllim, Amerika, administrata e Trumpit do të kaloj mesazhin që nëpërmjet Athinës kalon edhe do të thënë infrastruktura energjetike e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Dhe Amerika do të paraqitet në disa aktivitete ndër vendet të cilët rrethojnë Greqinë, Shqipërinë edhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, për sa i përket disa departamenteve të rëndësishme për Amerikën. Po ç'im Balluku? Ai ishte pjesë aty në atë aktivitet. Dakor, por ç'lidhje a ka lidhje me dorën e saj tani? Jo, s'ka lidhje aty, atë s'ka lidhje pa. Sa të proceduar janë në Amerikë dhe janë në pozicione kyçe. Shiko, mashtrimi publik kush është për qytetarët? Më dëgjoni diçka, t'ju them diçka shumë të thjeshtë dhe mos fusni në situatë, jo, është burg ky, talbe burg ti. Jo. Zotëri nuk ka vrarë. Është e dyshuar sepse mund të ketë bërë në bisedë dhe punë e saj. Mirë. Tani, duhet keni parasysh diçka. Shumë të thjeshtë. Kishim rasti Beleri. U fut në burg? Po. E arrestoi policia e Tiranës? Po. E kalbi në burg prokuroria e Tiranës? Po. U bë eurodeputet? Po. I ja hoqi mandati se ishte dënuar si kryetar bashkie? Jo. Pra nuk ja hoqën si eurodeputet mandati. Më fal. Ne për çfarë punë kemi ligjin e dekriminalizimit? Po s'e kuptoj dot, nuk po e blidh fare. Pra, ne themi duhet të shkojmë në Bashkimin Evropian dhe duhet të zhdukim të korruptuar nga sistemi. Mirë. Ndërkohë që BE-ja e thon ju nuk e ka ligjin e dekriminalizimit. BE-ja thot, zotëri më fal, mua s'më intereson mua çka ka bërë ky në Shqipëri, as në Greqi. Mua më intereson ky që është eurodeputet. E kuptua tani rastin. Dhe prandaj po të them, aktiviteti që bën në Athinë është treguesi i qartë
që politikat ballkanike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, derisa të vi ambasadori ose ambasadorja në Shqipëri, do të kalojnë përmjet edhe të ambasadës ose më mirë të prezencës së politikbërjes ose të linjës Trump edhe nëpërmjet Athinës. Nuk flas për Athinën zyrtare, as për atë që them ambasadën zyrtare të Amerikës, po flas për linjën Trump. Linja Trump nuk është ajo që thot unë jam e strikte Departamenti Amerikan të Shtetit, sepse edhe vetë pastroi edhe e patë ju çfarë ka bërë. Por unë them tek ju këtë gjë. Duhet të kuptojmë së shoqëri dy gjëra të sakta. Çfarë? Për ti më zotri, kur më thua mua që Beleri që ka i korruptuar në Shqipëri sepse pas ka bërë zgjedhje, çka ka bërë aty korruptoi supozoj. Dhe në të njëjtën kohë ai është në Bashkimin Evropian kur ti si Shqipëri thua që të shkosh në Bashkimin Evropian. Tani më fal, kush mashtron këtu popullin shqiptar? Shqipëria shqiptarët apo Europa i thotë më falni, s'kemi lidhje ne çfarë bëni ju me ligj dekriminalizimit, ja bëni njëri tjetër çai bëni njëri tjetër me pengu njëri tjetrin politikisht edhe juridikisht, është çështje e brendshme. Pra, e kupton në cilën situatë jemi. Dhe prandaj ju them juve, mos e lindni fare prezencën e zonjës Balluku apo jo. Doni të dini dhe ju diçka tjetër. Në rast se vi ambasadori amerikan në Shqipëri, ju mendoni se nuk do të takoj zotin Rama për të bërë një foto? Do të takoj. Do të takoj, nuk ekziston fjalia që ministri, më fal, ky kryeministri, edhe sekretar ose më mirë ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, mos të takoj kryeministrin. Si mendoni ju se nuk do të takoj presidentin e Republikës? Do të takoj presidentin e Republikës. Se si do të marrë ai detyrën, po nuk takoj. Pse çka ka ardhur ambasadori në Shqipëri të bëjë opozitarin? Se dëgjoj edhe disa gjëra dhe më falë vëlla, jetojmë këtu apo jo? Ose disa do vi tani ambasadori amerikan edhe do t'i thotë Edi Ramës ti po çfarë të budalliqe, ambasadori do vi vetëm për disa gjëra të caktuara, do thotë ato çfarë i thotë qeveria e vet, por ambasadori nuk do marrë rolin e opozitës. Pra, mos më do të një ambasador që do shkojë dali në shesh përpara popullit e t'i thotë popull shqiptar opozitar, ky po ju vjedh, ju masakron dhe kështu me radhë. Jo, nuk ekziston këtë fakt. Tjetër është linja që ty të ka ardhur mesazhe dhe ti nuk pranon. Po nuk mund ta jep ambasador, ta japë faktorë të tjerë që ti e di shumë mirë. Por nuk do të vi këtu ambasador të thotë, shiko, unë nuk e njoh qeverinë shqiptare, se i thot ai atje që kanë në zyrën e vet atje qendror që çon profesor, hajde këtu mos, nuk të çova që të marrësh rolin e opozitës shqiptare atje. Do të çova të përfaqësosh interesat e shtetit që unë po të çoj, sepse e di çfarë mendojnë disa opozitarë. Thotë do vi ambasador, do bëj punë ambasadori, atë punë që s'bë dot shqiptari. Atë që të mendoj. Po ku ekziston ky fakt? Nuk ekziston. Dhe kjo fjali e famshme që do vinë ambasador të na shpëtojnë ne. Ju e pat jurikim nga ambasadore karriere përfundoi në administratë private. Edhe merrte tani dhe thoshte Lulit i thoshte tjera, Monës i thoshte tjetër dhe te pakt me Edi Ramën dhe me Erion Velin. Po është fakt konkret aty, ose duke mbledh goma me lapajn në Saran. E mamen. Opozita e famshme dhe dështoi. Tjetri nuk ja dha vendin e mandatin deputetit, ai dha duration nga Nisma Thuria edhe filloi duke u bë kështu avokati popullit. Kandidat për avokat. Po, e kupton? E dha duration nga politika, pra edhe lind një pyetje tjetër e po them. Unë e kam shajt Edi Ramën? Jo. E kam shajt Sali Berishën? Jo. E kam shajt Ilir Metën? Jo. Në aspektin personal, ndonjëherë po personal, sepse është ajo momenti. Në aspektin politik kam kritikuar dhe kam ushtruar oponencë. Tani, a është e mirë, a dikush e mendon kritikën sharje, le ta gjej me veten, jo me mua se s'ka lidhje fare. Por ti zotri, kur ke dalë dhe ke thënë që Edi Rama është hajdut, Sali Berisha është kriminal, Ilir Meta është hajdut, pra zoti Shabani që i ka thënë këto publikisht, ku po shkon të kandidosh ti tek avokati i popullit kur ty do të votojnë persona që janë emëruar nga këta hajdut? Kjo nuk më lidh. Nuk më lidh, më vëlla, nuk më lidh.
Prandaj po them që rezultati i nëntorit tregon qartazi. Populli shqiptar po reflekton. Puna është, do reflektoj klasa politike, do reflektoj nga pjesa e keqeverisjes, sepse populli shqiptar ka edhe një zakon të keq. Të le, dhe në fund fare të tërheqë zvarr. Puna është, a janë gati këta që mos i tërheqë populli zvarr edhe të reflektojnë? Këtu shtrohet pyetja. Nuk shtrohet pyetja sa të aftë janë për të vazhduar. Jam i bindur, edhe Edi Rama dhe Sali Berisha dhe Ilir Meta ta kesh të sigurt do të qëndrojnë në politikë bërën shqiptare në çdo kohë dhe për shumë vjet. Puna është, duhet të reflektojnë në aspektin programor, duhet të reflektojnë në aspektin e paraqitjes, duhet të reflektojnë në aspektin e aksionit politik. Këto gjëra betet për të parë. Prandaj them të qytetarët shqiptar që mos mendoni që një ambasador do të thotë që unë nuk pranoj Edi Ramën. Jo, do të shikoni që çdo ambasador do ruaj etikën e vet, do të ruaj atë që duan vet pra shteti që përfaqëson, sepse në fund fare nuk paguhet nga taksat tona, paguhet nga taksat e një vendi tjetër. Që ta përfundoj, mesazhet janë të qarta. Jo pse përfundove në SPAK, mbaroj gjithçka për ty. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.